tjetër episod të Student Stars, e në fakt, ky episod është një episod i veçantë, sepse ky episod bashkëngjitur dhe episodeve të tjera që do të dalin në datat e përcaktuara, është episod që ka për qëllim dhënien e informacionit dhe këndvështrimeve të ndryshme nga studentë me qëllim promovimin e programeve të studimit që UAMD ofron për të gjithë maturantët apo edhe për persona të tjerë që janë të interesuar të ndjekin programe studimi në UAMD. E në fakt sot kam një person shumë të veçantë për mua të ftuar. Ajo është jo vetëm një kolege shumë e mirë e drejtësisë për mua, është megjithatë një mike shumë e mirë dhe e çmuar. Është një rast frymëzimi që unë realisht e vlerësoj shumë, qoftë nga këndvështrimet e saj, por qoftë edhe për parimet e saj. Me mua Erina Mema. Erina, faleminderit që pranove të Kamila, falenderoj shumë. Falenderoj për fjalët e mira, falenderoj për ftesën. Je mrekullueshme në çdo aspekt. Edhe unë të falenderoj shumë, është kënaqësi në fakt. Kënaqësi dhe për mua. Edhe për të gjithë, sepse unë të njoh, po për të gjithë ata që nuk të njohin edhe do të ndjekin në këto momente. Cila është Erina? Erina. Erina është një mistrec e vogël, që i ngjan atyre dallgëve të detit, tallazet të detit, një kapriçoze që nuk pranon të bëjë kompromise. Nuk pranon të vërë në diskutim parimet, nuk pranon të vërë në diskutim idealet e saj. Është një mistrece vogël, mbël një tekanjoze në kuptimin e mirë të fjalës, të drejtën mbi të gjitha. Një njeri që e do të drejtën, i jep zë të drejtës edhe bën gjithçka për ta çuar të drejtën deri në fund. Është e vërtetë dhe në fakt Erina unë do të përshkruaja duke patjetër përforcuar çdo gjë dhe duke pohuar çdo gjë që the si të vërtetë për karakterin tënd. Unë mendoj që ose si do të përshkruaja unë është e para drejt për drejtësia jote. Fakti që ti nuk bën kompromise për gjërat që i shquan ose i vlerëson si të drejta, dhe mendoj që ndoshta a ka qenë kjo vërtet arsyeja pse ti ke zgjedhur të studiosh drejtësi? Ka qenë drejtësia zgjidhja jote e parë, Erina? Për hir të vërtetës, nuk ka qenë drejtësia zgjidhja e parë. Unë gjithmonë kam pasur ndërmjetësinë, po dikur në fillimet e mia dikush, një njeri që unë kam shumë respekt për të, më tha që Erina, ti nuk e prerje për doktoresh, nuk e paraqitjen e duhur. Ty të shkon një punë në zyrë që të t'japi autoritet, i shkon profilit edhe personalitetit tënd. Edhe pastaj, ja ku jemi sot, përfundoj studimet. Ta të shuar pikërisht të drejtësinë si programit tënd të studimit. Ti je studente në vitin e 5, ne të dyja jemi studente në vitin e 5 në programin e drejtësisë. Edhe unë në fakt kam shumë kënaqësi që si studente ekselente të kem të ftuar për të folur pikërisht për këtë program dhe pse është pikërisht programi i duhur për të përzgjedhur nga maturantët. Si shikon të qenit pikërisht një person në këtë lloj profesioni? Drejtësia është fushë e vështirë. Është fushë që kërkon impenjim, kërkon logjik të fortë, kërkon mendje të kthjellët, kërkon kokëfortësi, këmbgulje, kërkon transparencë, mbi të gjitha kërkon të kesh ideale të forta, të kesh besim në vete, të mos pranosh të bësh kompromis me asgjë, të mos pranosh të ulësh parimet e tua, të heqësh dorë nga idealet e tua për të thënë diçka që nuk është. Drejtësia është e vështirë, është një lëm i gjerë, e vështirë në kuptimin jo për tu ndjekur, është e vështirë për tu mbrojtur. Për mua kanë qenë 5 vite gjata studimi, 5 vite realisht për mua sfiduese, kanë qenë 5 vite shumë impenjative. Cilat kanë qenë sfidat, Erina, sepse ne i diskutojmë her pas here, po çfarë kanë qenë për ty personalisht sfidat e të qenit një student i drejtësisë? Unë për vete personalisht shikoj si sfidë ndoshta fakti që ne nuk kemi një program bachelor dhe master, por jemi PINT, pra një program i integruar në drejtësi që zgjat 5 vite pa shkëputje, por nga ana tjetër ka dhe benefitet e veta ky lloj programi, si mendon? Drejtësia për mua është një program sfidues në aspektin e impenjimit që kërkon. 5 vite janë shumë impenjative. Kërkojnë përkushtim, kërkojnë këmbgulje, kërkojnë logjik të fortë. Nuk pranojnë shpërqendrime. Ky program studimi nuk të lejon të marrësh gjërat me mendje lehtësi. Edhe për këtë unë jap një forcë të madhe dhe këshilloj çdo student që jo vetëm në drejtësi, në çfarëdo lloj programi që të zgjedhësh, nëse e shikon veten që nuk ke impenjimin e duhur, nuk ke forcën e duhur, përkushtimin, vëmendjen, mos i hyr sepse
ndoshta mund të jesh shumë i mirë për të bërë diçka tjetër më produktive dhe që e gjen veten. Po është, unë shikoj edhe në këtë këndvështrim që impenjimi është i nevojshëm në çdo fushë të jetës, dhe në gjërat më të vogla që ne bëjmë. Jam shumë dakord. E di çfarë Erina ne kemi diskutuar, po unë do veçoja arsye pse duhet të zgjedhësh pikërisht këtë program pranë UAMD-s dhe pikërisht në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike. Sepse duke qenë kaq impenjativ, dhe ne themi që sfida jonë është kjo, që të je impenjuar për 5 vite, mendoj që duhet përmendim pikërisht ato gjërat që janë shumë pozitive, faktin që ne kemi mundësinë të përzgjedhim fashat orare që ne dëshirojmë ose shikojmë më të përshtatshme në lidhje me angazhimet personale që ne kemi. Pra ne përcaktojmë, ne zgjedhim vetë orarin. Ne zgjedhim vetë orarin, për ta përdorur më keq. Domethënë përcaktimi i orarit sipas disponibilitetit të çdo studenti për mua është avantazhi numër 1. Edhe pika më kryesore që vetëm UAMD-ja në dijenin time, deri tani vetëm UAMD-ja ka si mundësi dhe ja u ofron studentëve. Kjo ka qenë alternativa e parë që mua më ka shtyrë ta zgjedh këtë universitet dhe këtë program. E dyta është që stafi pedagogjik i këtij programi tek unë ka lënë një vend shumë të veçantë, ka zënë një vend për të marrë shembull. Për mua në staf ka shumë persona që unë i adhuroj, i admiroj dhe i ndjek hapat e tyre. Ka shumë njerëz të përgatitur, ka profesionist nga të cilët ke çfarë të marrësh, ke çfarë të mësosh edhe t'japin një pasqyrim të drejtë për drejtë asaj çka të pret kur ti të mbarosh shkollën. Kjo janë modele frymëzimi. Jam shumë. Dhe më vjen shumë mirë ti the një e kapa domethënë atë çfarë po thoje që ka shumë, edhe kur the ka shumë, kishte një më shfaqë vizion që isha duke kërkuar shumë emra aty. Dhe është e vërtetë sepse nuk mund të përmendesh njërin nga lektorët tanë dhe të thuar që ai është i veçantë ose është i veçantë, sepse ata janë kaq shumë dhe mendoj që është diskriminim ti diferencosh realisht. Domethënë nëse do të më kërkonin të thoja një emër, nuk do dija këtë ndaja, nuk do dija këtë ndaja, secili nga ata ka një kontribut veçantë tek unë. Shiko, e di pse, sepse mendoj që duke qenë studente ekselente të dyja, arrim të kuptojmë dhe të vlerësojmë shumë mirë ndihmën e tyre, kontributin e tyre në të rrugën tonë akademike. Dhe për një tërgjit, për një student, është shumë e rëndësishme që të ketë modelin e duhur, një model që është orientues, frymëzues, një model i cili të tregon shiko, kjo është rruga e duhur në të këndvështrimin akademik në cilën ti duhet të ecësh. Është drejtësia, mendon, zgjedhja e duhur që ke bërë, je penduar të që ke zgjedhur drejtësinë, Erina? Unë në natyrën time, duke qenë pak kokfort, pak kryeneçe nga natyra, unë kurrë nuk bëjmë pishman për zgjedhjet që bëj. Nuk pendohem asnjëherë. Edhe këtë e shikoj si një vlerë, si një element të mirë të karakterit tim. Për mua, unë jam në përfundim të studimeve dhe tani e di se ç'më pret kur të mbaroj shkollën, po për mua ka qenë zgjedhja e duhur. Atëherë, Erina, nëse një maturant po na dëgjon në këtë momente, duke marrë parasysh edhe që ti je në vitin e 5, unë jam në vitin e 5 në përfundim të studimeve tona, çfarë do i thoje dhe pse duhet të zgjedh pikërisht drejtësinë? Ose a duhet të zgjedh drejtësinë? Unë mendoj që çdo maturant duhet zgjedhë atë që ja pranon zemra, atë idhullin që ka pasur kur ka qenë i vogël. Një pedagog për cilin unë kam shumë respekt në vitin e parë, në një moment diskutimi me ne studentët nuk tha çfarë do bëni kur të mbaroni shkollën, po çfarë do bëheni kur të rriteni. Ne ishim akoma studentë të vitit të parë dhe ne gjithë filluam kush prokuror, kush gjyqtar, kush avokat, kush punonjës administrate, po. Sinqerisht e këshilloj çdo maturant të zgjedhë atë rrugë që e bën të bëj të rritur atë ëndrrën që ka pasur kur ka qenë i vogël. Ti përkushtohet asaj ëndrrës dhe kur ta pyesin që çfarë do bëhesh kur të rritesh, ta thot me po të njëjtën krenari, me po të njëjtin shkëlqim si atëherë kur ka qenë i vogël dhe e kanë pyetur. Unë do ta sugjeroja drejtësinë. Është një profesion që lidhet ngushtë me karakterin e njeriu. Por nuk do ta sugjeroja për maturantët që janë ende të pavendosur ose që ende nuk e kuptojnë peshën e këtij profesioni në praktik, sepse ndoshta mund të mos jetë zgjidhja e duhur për ta. E do ta sugjeroja për ata maturantë që janë këmbgulës dhe e dinë aftësitë e vetes dhe çfarë kërkojnë nga vetja. Unë jam ndoshta ndër të paktët njerëz që e ka ditur gjithmonë çfarë do nga vetja, e ka pikturuar atë me kalimin e viteve, ka pikturuar veten në atë pozicionin ku do të arrijë dhe
i ndjek objektivat e mia, nuk tërhiqem pa arritur aty ku dua. Njëjtën gjë këshilloj të gjithë që ta bëjnë. Vendosni pikat e juaja, vendosni objektivin tuaj dhe zgjidhni rrugën që ju bën ju të ndiheni krenar për atë që arrini. Çdo njeri duhet ndihet krenar për arritjet e veta, duhet ndihet krenar për rrugën që ka zgjedhur, duhet ndihet krenar për sakrificat që ka bërë dhe mbi gjitha duhet ta shijojë atë fitoren në fund. Erina, ndjesh përgatitur për tregun e punës, sepse ne kemi bërë një bisedë të tillë, ndoshta me këto pasiguritë tona që vijnë nga të qenit i ri në profesion, i ri në ideale, i ri në të gjitha aspektet e jetës, dhe vetë po mendoja ndoshta para disa ditësh një bisedë që realisht unë ndihem vërtet e plotësuar dhe e përgatitur. E di pse, sepse mendoj që gjithçka që ky fakultet më ka dhënë, gjithçka që pikërisht ky program studim ka dhënë, stimulimi i mendimit të lirë, stimulimi i argumentit, ka qenë ndoshta ndër këto armët, mund të themi, të forta që e ndi vetëm të mbrojtur në të gjitha aspektet e të qenit një profesionist të ardhmen. Sepse ne diplomohemi tani në shtatore dhe nuk e di çfarë këndvështrimi ke ti për sa i përket kësaj tematike. Një gjë mund ta them me bindje që UAMD-ja nuk nxjerr student jo produktiv. Për të qëndruar asaj që ti the, në këtë cikël 5 vjeçar fokusi ka qenë prakticiteti. Pra, praktikisht për 5 vite ne kemi marrë atë çka na duhet për tregun e punës, jo materiale të panevojshme. Kemi mësuar disiplinën e punës, rëndësinë e profesionit që kemi, peshën e fjalës që kemi, rëndësinë e figurës, idealeve, parimeve, rëndësinë tonë si njeri dhe si profesionist në të ardhmen. Kështu që unë ndjej veten më shumë se gati, do të thoja, për të përballur me tregun e punës, për të qenë pjesë e tregut të punës. Erina, unë të falenderoj shumë që isha pjesë e Student Stars. Për mua dhe është gjithmonë mendoj antipod shumë i rëndësishëm për mua, sepse ne kemi shumë dëshirë që të bëjmë debate me njëra tjetrën konstruktive. Nëse ne fillojmë të debatojmë, ma besoj që nuk do dali jo një episod, por një pafundësi episodesh. Më pëlqen gjithmonë që ka qenë kënaqësi për mua që në 5 vite të kem pasur bashkëudhëtare. Ke rritur shumë cilësinë e kundërshtarit për mua. Unë për këtë kemi rritur stekën e të kundërshtuarit. E vërtetë është edhe unë për këtë jam pamundësi shumë mirënjohëse. Falenderoj dhe unë për gjithë. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Ndërkohë së bashku, patjetër, ndoshta me fanatizëm, do mbaj patjetër një anë kur vjen puna për të folur për drejtësinë dhe programin e drejtësisë pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike. Për mua si studente e drejtësisë, drejtësia dhe ky program studimi kanë qenë ndoshta zgjedhja më e mirë që kam bërë në jetë. E them zgjedhja më e mirë që kam bërë në jetë sepse aty gjeta veten, gjeta vend për të zhvilluar, dhe mbi të gjitha gjeta një familje akademike që ishte kurdoher gati për të më ndihmuar që të zhvillohem, qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin akademik. Nëse je një student i cili ka këtë pasigurinë, por është, siç e tha Erina, deri në mes të rrugës për të zgjedhur drejtësinë si program studimi, më beso, bëje pa frikë. Do gjesh aty të realizohet pikërisht ajo ëndra që ti ke pasur si fëmijë i vogël. Kështu që bëju UAMD, bëju FSHP-ja. Nga unë Kamila Sedolli, shihemi në episodin e radhës me një tjetër program shumë të rëndësishëm studimi nga Fakulteti i Shkencave Politike Juridike. Mirupafshim.